Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi ishte në Lezhë për të vendosur tullën e parë në nisjen e punimeve për ndërtimin e shkollës së re profesionale Kolin Gjoka. Duke ju referuar këtij investimi me fonde nga Komisioni Evropian, Ministri Klosi ka saktësuar nevojën për profilizimin e të rinjve, por që do të jetë në përputhje me nevojat që do të kenë zonat respektive, si në rastin konkret Lezhë, e cila ka si orientim kryesor turizmin. Sipas tij, është e rëndësishme që të rritet kërkesa e të rinjve drejt shkollave profesionale, duke tentuar të ketë një kuotë thuajse të barabartë me të rinj që ndjekin profilin e përgjithshëm. Realisht ne kemi nevojë që të rinjt që duan të punësohen të jenë të kualifikuar. Ne kemi një kërkesë shumë të madhe tashmë për vende pune. Dhe ne po punojmë shumë si qeverisi që të realizojmë projektin tonë më të madh, premtimin tonë më të madh dhe elektoral, ato të punësimit. 300.000 vende të reja pune do të jetë një premtim që ne do ta realizojmë së bashku me përpjekjen e të gjithë qytetarëve shqiptar, së bashku me përpjekjen e biznesit shqiptar, së bashku me përpjekjen e vetë kolektiveve të shkollave profesionale. Ndërtimi i shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka në Lezhë do të kushtoj rreth 900.000 euro dhe pritet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm.